edhe I kom thirë. Që, edhe më s'kikojnë të përbi, heqë se gjëvër nuk hanë, o, s'hanë, këj qaj lidhë, po, qaj mund më zgjidhë keqë. Para shumë viteve në këto rënoja që po I shohim tani, ka jetuar një familje në fshatin Broz. Unë ta shafër vetës kam Ahmet Gashin, I cili ka me na tregu atë kohën nostalgji që e ka sa ka jetu në këtë shtëpi. Përshëndetje dhe faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje edhe une. Tregon pak për këtë shtëpin që tashmë është vetëm rënoja ka mbet. Po këtë shtëpi, une kom linda atje nëllë. Po. Broz, mahall. Baba jem e ka pasur një vlla, ai vllai ka met atje nalt, baba jem ka dorë këpushtë. Po. Që shtëpi ka marru që shpesheni shtu me kore. Se kujton familji në këtë shtëpi? Ja, në veç e kujtoj që kum jetu këtu, që kanë marru kure. Po si ke jetu pra? Po, kemi jetu 7-8 me një dhomë. Po. Me fëmije, me keq me një dhomë. Si ka qenë ajo kohë? Pa e mirë u konë, e shtirë u konë, a e lumëtër u konë. Qka ju ka bo të lumëtër në atë kohë? Ka pas të në të mirat, të mija, si thmi, lujshmi, dalshmi, të mirja, si thmiri mos. Pra të gjitha ato kohët e mira ka ndodhë në këtë shtëpi? Qëto, I kom pas kretë, njëm rritë, shkollu e këtë që tane. Sa ka qenë e vështirë fëmiria jote në atë kohë? Qysh ke qenë si fëmi? Shtirë u konë, qështë u konë, që s'ka qenë e shtirë. Kemi jetu shumë, mirë po, kemi punu ma shumë, nëna punoj ke, na ka majtë me bilmet, me bashel, me boshe, bëj ke qumshtin, tjothin, kemi majtë gjanve, që ato kemi majtë na ma shumë, mirë po, I kemi pas, prodhimet elementarë I kemi pas. Pra nuk keni... Atëherë nuk ka pasën kështu... Po, si sa? S'kemi ditë na shka saloma, s'ka është... Së gjukja, këto s'kemi di qka janë, ojë zotin, nuk me me rritë. Po qa pas jesh I lëk për juve? Qyshja. Një atere, kërë ne që kjo shpi, kjo konë si kull, që ka pas tjera. Dlam. Jo, atere konë e mirë kjo, për atë kohë e mirë konë. Po. E kemi jetu qito. Po naj, kjo e madhe u konë. Dikon 10 metra, 12. Kur e shini tash në këtë gjendje, Shka e boj? A është për keqardhja? Jo, është për keqardhja, që më gjetojnë tonë. Se ndoshta edhe shtëpia femiris. Jo, mëre, sa gjithë po këtë më nërë për ma mirë. Po, kuptohet. Jo, mëre, po atë këthejna këtu, a? Jo, veç se e kujtone. A, me kujtu, po, qysh mëre këtë kujtuan që to. Ku janë kalu kretë. Tha që keni jetu shumë antarë në një shtëpi. Po, për imi kona... Këllablak mi, boba jo në ka pos, 5 djemi 5 fika. Mashallah. E ta është djemë të jemi krejt, veç një në ka tek. Ajo konë mytë akcidentor të I zitërën në Sërbi. E motrat kajti kam, 5, 4 vaznim. A ka qenë e vështirë në atë kohë me jetu në një shtëpi ka shumë antarë? Vështirë që shumë. Sepse në ditët e sotme nuk është që ka shtëpi të tilla që kanë shumë antarë. Po nuk është vështirë. Po vështirë, po s'kishe be mundësi, që ti ju konë, heq be heq, me gorë me punu, s'ke mujtë në ishë me punu. Me gorë, dikur e dollin do qerpeq, pilloj që ti marra ishmi. O, ata të mirë, se shpejt e që ishin e drejt. Që me gorë që shpeshe, veç me gorë punu. Sa ka ndryshu tash koha? Edhe mes banorëve, edhe mes antarëve të familjes. Si është tash raporti? Tash, që s'ka ndryshu, po badejova, sa këtë bëni qka du se sa I kina më qenë. Se po ndodhë kja? Nuk dojnë. Se po ndodhë? Facebooki. Në Facebooki? Po, vëlloj, telefoni po shuajnë për dyjonë. Atës kemi po, na kemi thonë, si që të s'pas kanë dyjonë. Po, sepse keni qenë këtë njëjtë. Njëjtë. Nuk është që ka pas dikush ma shumë se tjetre. Pak diçka ka pas dikush, a mod barabarti mi konë. Që ta është, ko dikush ka jesë shumë, ta është e s'kanë faj, që s'kanë faj kanë, që nuk knoqen mes që kanë, se kur të njoja barabar së konë. Po, kuptohet. Kur të konë, kushin konë barabar njëjtë.
Jo, ato është mashtron, ta po mirë po mendojnë që kanë posat që shtu konë gjithë. Kjo nuk u konë kështu. Po lumturia dhe respekti mes njëri tjetrit është i njëjtë si atëherë. Jo, si nota me ditë. Qa ka ndryshu? Pa s'ko mirë, s'ko respekt, veç interes. Dy janë, për qitë kohë. Interesi edhe në të tutë. Tjetër nuk ka, veç lekën pa që në të tutë. Qitë popull tjetër sot e mojtë. Ato mashtru është s'ka tjetër. Unë kësa kam dëgju edhe mes familjarve për ndodhë kja. Mes familjarve, thash. Edhe mes familjarve për ka interes? A thash, shë mire heq keq. Po shesh, po na po nuk bota ja, po tash ku jam i kallzu që s'u kontu jo e barabar kur. Po. Jo e sot. Pej që moj mena të barabar që në konë kur. Ka vjedh. Nëse dikush ka vjedh, dikush ka punu. Po. Nuk me thonë krejt kanë vjedh. Po. Ja, ta që ka kanë vjedh m'gjishta ishe. Njerët e kanë vjedh kryt, ka punu, ka doll, ka qarkullu. Po koha e luftës për juve si ishte? Për ty dhe familjen? Po, që të A keni jetu po? Qëto keni nejtë? që shmi nuk u konë. Atëherë, na tonë kemi jetu, atje. Po. Si ka qenë ajo ko? Të dyja qenë konë. Kemi pas refugjat, 53 mi konë. Qëtu shpinë teme. Kishmi ka pak me homër. Mirë, jënë konë do të drenicës që të një 11 antarë. Pra keni qëndru të gjithë së bashko? Bashkë, vëlla, na tonë, kemi pas regull atëherë. Burat në ishmi konë, granimi atje. Ja, nuk ka ashtu. Mirë kemi jetu. A ka qenë e vështirë për bukë, për veshmbathje, pasi që shumë antarë në një shtëpi? Zoni njëherë patë, po zoni mu të lohe sopi. Po. Po si a dollët? Ja dollëm, mirë. Kish, 50 ke zotit, për gjallën mësë të kurë se sjellë. Qështu, tjetër gjallë tonë, sot mirë është, sot nuk o keqë. Po tash për kohën e sot me falem diçka. Qish po doket? Rinia. Qish po doket kjo kohë? Rinia ka deviju krejt. Sha zëtin shtirë. Pun pak. Nuk po punojnë? Pak, s'po punojnë. Ja, ku shumë kemi punu. Me që ka që ta punojnë ta, na ishmi dekë. Ty në herë me që të punë. Po. Kemi punu shumë. Tash rinia nuk po pranojnë me punu me bagati e bujqësi si jo në atë kohë? Po, anë be me bagati më të punu, të t'i shka dot. Se nuk o ku me një qëfar turbi me punu me bagati. Ku punu në Zvicën bujqësi. U konë shefe, gruja shefi tem e reportit ginekologjisë. Bara me mu punoj ke. Kumpira e repa e. Bara me mu ka punu. Se se arketur për asoj. Ka pas rrugën e vetë, së morë shefi më s'los me, si që i kem 5 apo e qenë nëmë. Po. Punoj ke. Sa asoj që arketur? Po. Trega me pse po mendon që ka deviju rinia përveç pra që nuk po punojnë? Allah, bebi, ku jeton ti? Në Prishtinë. A shemje? Po. Unë nuk e kam kalu atë kohën Ja, atëherë. për sot ti po fletë. Po nuk e di që shkam qenë atëherë përse. Qëfar bobe, a qëfar nëunë është e kur ti shkën të minjan 2 notës shpet? Ku konaj? A për i dora me punua? Po. Desh me dit. Kejtë të ka bon parja, të moraj hazër të rospare, të morë babës, që edhe në pare baba e nga letra, e dyta, kush ka pas pare shumë, droga ka përfi. Po du të pare atë prisha, a? Më zvet. Po s'ki hiq, për rini më zvet. Keme me të pleq, rinia
degradu me ke. A kishe dash me u kthy qaj lumëturia asaj kohë, qaj respekti asaj kohë? Po e ki bati ova te thuj, po du, po s'mon. Po nëse ish kthy, a e shkon ma ndryshe? Ja. Për neve që se kena përjetu? Me do puni, jo. Po. Kemi jek, kur që s'kemi pas. Sen, asë rrëmna nuk kemi pas, të vetën ka orë rrëmat e na. E qysh më këthy të masë, ja. Jo të masë, po krejt dije qysh mi shfridzu. Po. Telefonin që me shfridzu për shka, jo që në detë në ta. Nuk me këthy ato, hajzë, zotë se bonë, jo më këthy ako, hajzë, zëmë të naru të bonë aja heq. S'ndodha? Ja, mërë s'bonë aja heq, po qysh kemi hek na? Po, ju së njëtoni heq. Po mësohem edhe na. Aj, jo, qëfar, heq, jo gjysa furen, fa shuj. Jo, Jo, së njëtoni, që kemi jetu na, jo, heq. Më su bini, që olla zëti se banë ato. Më këthy. Ma, isha këthy do. Neren, respektin. Isha këthy se për punë, dhe shponanim si të kish. Kur më spona? No, si të kish. Po. Më spona, jo, e step kërkush. Jo, amo, ne nuk ka respekt, nuk ka rahmet, s'ka, bereqet s'ka. Ma ato ka u rëtlu, so shta ato. Prish. Shpeknën aja atë kongën, fat ora, kur i gbujku. Gëzët, kur i që bani gëzët ujku. Po. Edhe këtu ka u prish, a beson që i pëmë nuk janë s'pëshën konë. Që ka që përpjet pëmë. Kur që heq? Heq! S'ka. S'ka, i kanë ato, i kanë dërë, për që heq. Edhe i kumë thirë. Që, edhe më s'ki gojnë për bi heq, se gjmjovër nuk hanë, hanë, këj qaj lidhë, po, qaj më zgjidhë keq.